drejtimit. Ligji Venci ka menduar në ndryshimet e kodit në 2023-shin na 20% e çojnë në 50% vlerën nëse pagohet brenda 15 ditëve. Pra qytetarët i erdhin në ndihmë nga Ligji Venci. Pra vërtet duket një vlerë mase 2 fish, por me 50% kthehet prapë në vlerën maksimale të Po ku shkojnë qytetarit shumë me vonesë? Nëse tani e pra zoti Ballapang po, se kjo është informimi publiku se ne informimi publiku. Neret me pika nuk e di shumë njerëz, por ama ne informojmë publikun nëpërmjet Albanias, sepse shpesh e rasti me shumë qytetar të njohur që kur jashtë shtetit kapet në vend Bashkimit Evropian, kapet në shkelje, vjen njoftimi dhe qen sukses. Kur vjen njoftimi nga policia jonë, nuk e qen sukses. Jo, nëpërmjet kam reaguar dhe unë ka ardhur nga policia italiane, sepse unë nuk e dija që ato trafiko, që zonat di trafiko limitata në Milano, kam marrë një herë një job dhe merrti pas gati një viti. Dhe unë nuk e dija që ajo ishte zonë me trafik limituar, se ato kanë ato ZTL, që është një gjë e vogël që ato e di një italian. Po unë si turist pa informuar. Ka dhe orarin, e kupton do hyrë dhe s'do hyrë. Mund ta informoj pak se shumë me interes për pra është problem edhe jashtë, nuk është problem për të shkusin informimi. Pra ne tani njoftimin e bëjmë edhe fizikisht, por nëpërmjet i Albanias, sepse ç'a ndodh fizikisht? Fizikisht ka problem sepse shpesh qytetarët ne kemi adresën që ka dhënë te detyra e regjistrimit të targave, te PSDR, dhe shpesh nuk është adresa saktë. Dhe kalon shumë kohë. Nëpërmjet i Albanias ngjopa vetëm në kohë reale njoftimit. Vjen celular. Vjen ta shpjegoj se vetëm është shumë interes kjo. Domethënë, pajisjet tona shpejtësimase janë në mënyrë automatike. Në momentin që kap shkeljen dhe vendoset masa, afati 15 ditori fillon në momentin që vendoset masa. Nëse shkelja është konstatuar sot, masa vendoset ditën para ditën e nesërme. Dhe llogaritja 15 ditë fillon ditën e nesërme, jo kur është kapur, për të ardhur ndihmë qytetarit. Në moment që vendoset në sistemin e gjoba, sepse sistemi e gjoba që menaxhon gjithë, administron gjithë dhënat, është i lidhur sistemi i Albania, platforma i Albania me gjoba dhe automatikisht te mesazhet e mia, rubrika mesazhet e mia vjen njoftimi. Shpesh qytetarët nuk hapin Albanian dhe me drejtë nuk kam dieni. Tani është një rubrikë. Duhet njoftohem apo jo? Po ja, është rubrika. Çdo aplikacion tjetër dhe jo te Albania zoti Balla është i Albania, se jo këtë kemi shumë interes për qytetarët, është te rubrika deklarimi të dhënave për marrjen e njoftimit për gjobat e ato mjeteve, po ta hapësh të rubrikë dhe të klikosh me numrin e telefonit që do ose emailin, të vjen mesazhi në telefon. Mund të themi kjo është në dëshirën e qytetarit sepse autoriteti i përkatës që menaxhon platformën i Albania nuk mund të dërgojë mesazhin në numrin që ka lënë në adresë pa e konfirmuar qytetari. Pa e aktivizuar ai vetë. Për rast të tjetër ndihmuar. E Albania vjen me foto apo pa foto? Jo, tani do të them edhe këtë tani. Mësë mirë, mos e të plas. Ti përgjigj, sa e pastaj. Unë avokati tregova një pamje siç po shem edhe në pamje këtu në ekran, që ai jep shumë të saktë gjitha koordinatat shpejtësin. Ne në sistemin e Albania e gjoba, e ngarkojmë foton, por për të ruajtur konfidencialitetin, ne nuk e publikojmë, nuk e dërgojmë as qytetarit në banesë. Nëse qytetari ka interes, kjo bëhet vetëm me dije qytetarit. Pra policia mban atë në bazën e vet, në bazë të ligjit, produkt të dhënave personale, ne nuk e përdorim askund atë, përveç se momentin e parë që vendoset masa administrative për shkeljen dhe vetëm qytetari nëse ankimon dhe kërkon ballafaqohet. Nuk e dërgojmë banesë, nuk e dërgojmë në sistem automatik për të njohur qytetarin. Po, vetëm se s'kemi edhe shumë kohë. Ka raste të cilat e ka kapur radari, ka qenë jo personi i duhur i makinës, ka qenë jo pronari i makinës, ndërkohë ka qenë një person tjetër, i cili ka shkelur rregullat e qarkullimit rrugor, ka qenë me shpejtësi e tjera, dhe kur është ndaluar personi tjetër që ja ka dhënë makinën në përdorim një tjetri, personi pronari i makinës është ndëshkuar, i është mbajtur patenta, dhe mi vetë si menaxhohet ky rast? Ja, si menaxhohet. Më kuptove? Ky rast, zoti Çato, deri tani me sa di unë është menaxhuar vetëm kur qytetarët kanë bërë gjobën. Ankimon. Po pa, dakor, po ideja këtu është ai problemi midis ku fillon, ku mbaron temi ajo, ku mbaron e drejta juaj për zbatuar ligjin, te ku fillon e drejta ime për të mbrojtur. I kam dhënë makinën dikujt tjetër. Kapem unë, me fjalë ti ke një garadari që jena alert, nuk e di, por atë ditë ka përdorur dikush tjetër makinën. Pra, pse nuk i pritet gjoba pronarit makinës? Se këtu është thelbi diskutimi.
tani sepse u fol shumë në gjoba mas, dhe do të shpjegoj, nuk ka kur qëllim policia masat. Do të shpjegoj për të shikusi. Po, për të shpjegoj, ja të shpjegoj. Sepse unë kurse masa atyre, le t'i bëjmë zero këto shifra. Jo, nuk i bëj, ja të shpjegoj, se shumë e thjeshtë. Unë që ju duhet ta edukoni, ne jemi një popull i vështirë për të edukuar me ligje. Është zgjidhur... Por nuk e di, ky masa në ekstrem e gjobave, sidomos e këtyre radarëve lëvizës, me thënë drejtën të ngre disa shqetësime të vogla. Sa takim bëjnë me autoshkollat, me kompanitë të cilët trajnojnë për shoferët e rinj, sa takime bëjnë të paktën këta personalisht, sepse është shumë interesante dhe ajo që duhet ndërgjegjësuar që kur fillon ai që fillon trajnimin. Patjetër. Me fjalë, ajo që unë po e them prapë që s'po të kuptoj, personi ka marrë gjobën, nuk është personi duhur, si i bie. Ja më të shpjegoj. E para të edukimi. Ne e quajmë prioritet edukimin dhe gjësimin. Edhe bëjmë aktivitete në bashkëpunim me gjithë aktorët. Por për çdo drejtues mjeti, kur është në ato shkollë, ai njeh me sinjalistikën dhe ka detyrimin të zbatojë sinjalistikën, se mos ta keqin interpretojmë të situatën. Ai ka një sinjalistik, dhe nëse shkel, është përgjegjës për të shkelje. Tani mos ta kalojmë se tani fillojmë kalojmë në këtë masje, me që ti s'ke njoftuar që s'ka radar, po ka sinjalistikën, është ajo detyruese. Sinjalistika rrugore që përcakton limitin e shpejtësisë, ajo është detyruese për përdoruesin. Dhe këtë ka bërë në çdo kurs që ka bërë ato shkollë dhe çdo përdorues rrugë di shumë mirë që duhet zbatuar. Tani për pajisjet, në radar që kur rasti konkret. Masa administrative, normalisht targa e mjetit është regjistruar në drejtorinë e transportit në emrin e personit që është posëduesi i mjetit. Dhe masa administrative gjithmonë i vendoset mjetit, nuk i vendoset individit. Ta kuptojmë se pas kodit rrugor. Pra e merr targa e mjetit. Ku është problemi? Nuk është problemi të masa për mjetin, sepse është parimi i solidaritetit në kod rrugor. Ju si avokatët dini shumë mirë. Nëse unë e kam dhënë mjetin dikur dhe marr mas, e pagon ai në parim solidaritetit atë që e kam besuar. Po, tani masa, jo, atëre masa, nëse ja ta shpjegoj, në momentin që pikët dhe kush e vërteton? E vërteton pra në ankimimin që bën qytetari. Unë si drejtues pronar mjetit them, nuk jam unë. E ankimon, po të garantoj avokatu, garantoj. Jo, kjo funksionon. Që avokatu garantoj. Në rast të tillë. Jo, avokatu garantoj. Nëse ai nuk ka qenë, avokatu ai tjetri që ka qenë duhet ta pranoj që ka qenë. Pranoj. Aty është ndërgjegjjen e atij tjetrit. Derisa i ke besu makinën, i ke besu dhe këtë. Zoti Balla, si funksionon? Tu s'ka punë policia. Drejtuesi posëduesi mjetit, pra pronari mjetit, në moment që ka marrë djeni për këtë, bën ankimimin në organin administrativ shtetëror. Pra pranë drejtorisë ku është banor ose ku është kapshkelja. Ja kemi dhënë mundësinë. Dhe sqaron kush është drejtues mjeti. Kjo verifikohet nëpërmjet pamjes, po dhe me dëshminë e qytetarit që e ka marrë mjetin. Dhe automatikisht në sistemin e gjoba masa e kalon drejtuesit që ka qenë mjet jo pronari. Të ju siguroj, ju garantoj dhe nuk ka asnjë rast proces administrativ këtë rast. Mundet ketë një napadije një qytetar, mos sa ketë bërë. Po nëse një qytetar nuk ka qenë vetë dhe bën ankimim, organi administrativ në kohë reale kanë përgjigje. Për shumë, atë foto nuk ma dha pjesa e policisë rrugore. Jo, në momenti që ankimuesh... Bën një grebim të përgjithësinë e drejtuesit. Jo, avokat, në momenti që ti ankimon, kjo foto bëhet prezente dhe ballafaqohet. Unë të garantoj që ne jemi pjesë e mbështetjes tuaj, e di pse, sepse një jashtëligjshëm, një person që ne kemi parë kur vinë harbohen këta që vinë nga jashtë, që është dhe sezoni tani, që është sezoni më i ngarkuar, dhe kur vinë këtu, harbojnë me makina, i gjirojnë dhe tjera. Dhe kjo është rrezik për gjithë. Zbuten. Atje zbuten. Problemi është qato se duhet ta mbyllim. Si ta bëjmë këtë se kapi pikë shumë bukur. Unë kam bërë dikur dhe i shkrim për këtë gjë, para shumë viteve. Pra ideja është, kur vinë shqiptarët që jetojnë jashtë, me të njëjtat makina që bëjnë mijëra kilometra kur vinë nga Britania, nga Gjermania, nga Italia, këtu se respektojnë. Vinë rregull. Sa vinë këtu pastaj? Çfarë gërdisën? Kjo ka të bëjë me një sër faktorësh. Në thamë që siguria rrugore nuk është vetëm shërbimi policisë rrugore. Si bëhet që ata të parë dhe ne dytët të themi të përshtatemi klimës së re që të silemi si europian edhe në rrugë. Ka ardhur koha që të japësh letrën kur ju në kufi. Qato, i lutem. Po, tani është më se normale që çdo qytetar, çdo drejtues mjeti duhet të respektojë gjithë sinjalistikën, sepse zbatimi i sinjalistikës rrit sigurinë rrugore. Dhe në zbatim të kësaj sinjalistike, zbatim gjithë udhëtimit kod rrugor, policia është e detyruar për vetë se edukon, ndërgjegjëson dhe ndëshkoj sepse unë vazhdimisht e them që edhe ndëshkimi është një farë edukimi. Në vetë që pse të kuptoj dikush që nëse shkel edhe do ndëshkohet. Sepse tani edhe norma e këshillimit është e përcaktuar. Ka sens masa dhe ndëshkimi mendoj. Po masa është se këtu ka detyrë edhe policia nuk është radari. Po policia merr të dhënat e radarit. Zoti Qato dhe i përshtat mbas rastit konkret. Po rasti konkret po i re me spat
Po jo, zoti Balla. Ka përshtypjen që bën efektin kundër, mendoj unë. Drejtori i përgjithshëm tha nuk dua masa të më dhani gjop, tha dua këshillim. Po. Për shkolla dhe për institucione. Marrë nga drejtori i përgjithshëm. Ishte një ai e përcaktoi tha policia rrugore duhet të ul masat ndëshkuese në gjoba. Raporti me komunitetin e rregullon policë, nuk e rregullon radari, mendimi. E lasi porosile kemi për çarkullimin. Ne si polici nuk duhet kemi primare dhe s'kemi asnjë primare ndëshkimin e qytetarëve. Shumë i tajtë në gjobave. Pajisjet teknologjike, një nga ato pajisje është dhe radari, është pajisje që ka databazën e vetë. Dhe një punojës policie, nëse këte nuk i materializon, shpërdron detyrën. Sepse është fiksuar dhe ajo vjet me mas e përcakton kodi rrugor. Policia nuk ka akses, ka mas minimale, maksimale. Policia gjithmonë të pajisjet shpecimance vendos gjithmonë minimale. Por kodi rrugor përsëritet kur është përsëritet si kalon pjesa maksimale. Pra, kodi rrugor e përcakton shumë qartë, nuk, domethënë në mënyrë kategorike, unë për shkak të pozicionit të punës, për shkak të shumë ankesave që kemi marrë, nuk ka asnjë rast që qytetarët ankimojnë për shpejtësi dhe ka gabuar policia. Sepse është shumë precize praktika, e përcaktojnë qartë kodi rrugor, e përcaktojnë shumë qartë pajisjet, pandej pajisjet teknologjike dhe çdo gjë është me masën e kodit rrugor. Kurse këshillimi është ajo pjesë që thamë që parashikon kodi rrugor për shkeljet e lehta, të cilët ne na jep mundësinë kodi rrugor, ne normalisht këshillojmë qytetarët. Kurse ne po flasim tani temën e kemi te radarët. Te radari nuk është pajisje që ajo bën një vend dhe nuk ka këshillim, sepse ai ka shbërë vend, ai vend. Dakor, vetëm ka një gjë qato, detar duke qenë të gjithë ne dashamirës dhe mbështetës të ligjit në pa diskutueshme, pasi unë e thash në fillim programit, shqiptarët nuk janë shoferët më të mirë në botë, përkundrazi si jetojmë në një vend nordik. Nuk jetojmë në një vend nordik, duhet kemi parasysh dhe historinë nga nevim, megjithëse nga kaluar 35 vjet, po fakti që do futemi pas pak vitesh në Europë duhet që t'i paraprimim kësaj. Kemi problemin e paparazisë. Dhe ideja është që dhe temi roli i edukimit përmes ndërshkimit është më rëndësishëm se sa gjoba në vetvete. Pasi gjoba në fund fare është një masë ekonomike që njërin e dëmton më shumë, tjetrin e dëmton më pak, po ndonjëherë nuk të shqetëson gjoba, se sa të shqetëson mënyra se si ajo gjobë është marrë. Dhe këtu besoj roli njerëzor, pra, i raporti i policisë me komunitetin, raporti njerëzor me ndëzë qatë është rëndësishëm. Nuk kemi, thash, pa pranoj dhe për përsi disër, nuk kemi asnjëherë në qëllim, gjithmonë qëllimi kemi edukimin. Unë po insistoja për treguar te procedura, pra, në rase këtu policia nuk abuzon sepse përcakton kodi rrugor, nuk e se policia ka tagër të shtojë se të paksoj sipas dëshirës. Pra, çdo gjë është e përcaktuar në kodin rrugor. Dhe çdo procedurë që ndiqet është më se ligjore. Pjesa që tha aty, ne punojmë fort edukimin, ndërgjegjësimin dhe në mënyrë kategorike asnjë nuk merr këshill punonjësi jonë që vendos masa ose ndëshko. Ne jemi prezent, avokati e përmendi, shef punonjës e policisë dhe aty ku nuk duhet, në përkryqëzime që shumë mirë mund të rregulloj semafori, rregullon vetë kryqëzime ose rregullon dhe pozicionin inxhinierik, një aks rrugor, pra një rrethetullim, po për shkak të ngarkesës madhe, fluksit mjeteve, shumë herë punonjës e policisë merr angazhime të cilat edhe mund të mos i merrte. Zoti Qaçi, më duhet ta mbylli, falenderoj shumë që ishit me ne sonte, pasi jo nuk është përballja e lehtë. Edhe për shkak detyrës që ju keni, që ju falenderoj shumë, edhe falenderoj edhe gjithë policët rrugor që janë gjithë çuna të mirë dhe goca të mira, pavarësisht se ne nxehemi me ta, shpeshherë edhe pa arsye. Po vetëm një këshill shumë isore kam. Sa herë ka evenimente të mëdha ndërkombëtare, ju shkëlqeni. Dhe do doja që të shkëlqeni ashtu edhe një ditë zakonshme për qytetarët. Kjo është këshilla ime e fundit shumë isore. Sepse policia e Shqipërisë, policia shqiptare shumë e angazhuar e merr seriozisht çdo detyrë. Por për shkak të kompleksitetit të situatës, shpeshherë punonjësi i policisë bëhet objekt sepse ndeshet me shumë të papritura dhe me shumë situata që në vendet tjetër Bashkimi Evropian i shmangen. I shmangen e vërtetë. Po ta vini re, nga 2013 e në vazhdim ka filluar autoriteti të cilin duhet të ketë policia e shtetit dhe juve në përgjithësi. Po ta vini re. Sa më pak masa shpresoj. Sa më pak masa dhe sa më shumë këshillime do thoja, sidomos jo për ata që është e rëndësishme që edhe qytetarët të zbatojnë rregullat sepse kemi shumë aksidente me fatalitete për shkak të shpejtësisë. Shumë vërtet. Është temë tjetër kjo se do të flisim edhe për kalimtarët, për profesorët, është histori tjetër, për çështën e edukimit, ndoshta do kemi mundësinë të kemi sërish çato. Faleminderit shumë, faleminderit avokat Petër, faleminderit Lona, faleminderit zoti Softa që jeni këtu në program. Histori kthehet sërish të hënën ora 8, deri atëherë respektoni rregullat e qarkullimit rrugor, pasi një fundjavë festive po vjen. Shihemi të hënën ora 8. Deri atëherë nga Sol Balla, natë mirë.